PDK-s dhe LDK-s. Ju ka i tuta në polës. Partit ishë opozitore duhet të kenë guxim. Nuk është kur gjë me hinë koalicion me listën serbe. Me kënë pajtonë? Me cëllën po pajtonë? Me Argjendit? Po, jo, me Argjendit të në pas guxim. Me hyme një koalicion me listën serbe, është momenti perfekt që është të prit Albin Kurti. Jo. Ja, në gjëmë. Edhe me kësi gjengjen sikur në 2021. Në një situatë normale, dhe dojë bëj koalicion edhe me listën serbe, sepse nuk ka në i farë diçka të keqe, edhe mu bu koalicion me listën serbe. Për arsye, po tash që Albin Kurti t'ja po e nga politik, partit t'ja politike dojë t'a kënë favor të vetë. Kanë herë dojë me në aneksu veriun, jo në i sene madhe kështu. Ja, në gjëmë. Ajo pjesë i takën Albin Kurti që se ka shpollë organizatë terroriste, kërkush nuk ka faj tash. Po tash edhe nëse bëhet koalicioni, tash edhe ma zërë, pa mundësot që ajo më shpallë organizatë terroriste. Unë nuk e shoh që kërkush në Kosovë është i gatshëm për me hyjë në një koalicion me listën serbe, për partive politike. Unë me pasqenë kryetari PDK si shahin koalicion. Me sa përqend ishe dalë? Jo, po jo, partia... Ja kishë nëzit drynin për të kësë. Jo, partia politike nuk guxon me ranë në eksindikime, apo kupton, sepse është parti ishte ndërtuese. Ata kanë rënë dikim rrjeteve sociale kërë kanë votu Dimal Bashën. Sa, vëllat komente, bilas rrjeteve sociale, komente në rrjeteve sociale. Po qashtu është, nuk do dohej të bente. Kryetari partis me ronë ndikim të komenteve në rrjetet sociale. Gabim, po për qëta po thëmë do duhet kishin guxim, leadershipi opositor, ish opositor do duhet kishte guxim. Veç ato me pos këta... Për me dalë. Edhe nuk është nuk ka bëjnë... Nuk është Mas në shkurtit, unë e parashikoj që ka me pos një shumë dridit madhe në PDK-s. Se po me ndonë? Shka është qanenaj. Po këshëri, kena disa figura shumë të rëndësishme në PDK-s që ka folë për një nevoj të reformimit brenda partis pasi të përfundoj balotajë. Cilat janë ato figura? Po përshënë Najt Hasani, kënjani për ty në Ramiz Ladrovci, në qëta krahu i kundër kollerave të Prishtines në kryet të PDK-s, që është patpan edhe në dosit pranë tonë, Buja, zi kush ka qenë njani për ty në. Po, kloni konvivantit. Nuk ka rëndësia, jo se ata i kanë gjirë strukturat e partisë, i kanë gjirë këshilli drejtues, i ka gjirë vatume dhe se... Ja, Argjend, nuk mundemi na me... E madhe shkurti me prit mu hjek të njerë. Po, veç Kullera që po i referoni si Kullera e kanë rritë në Prishtinë 10%. Jo, në Prishtinë, po pavarësisht asaj na PDK-ja ka shëndërgjit në gjithë lokale, pavarësisht që ju pëjqoni Kullera, ata kanë arritë suksese në Partinë Demokratike, janë tregu të sukseshëm si leadership. Po, në disa momente nuk po të regojnë leadership të guximshëm. Kush është i pori politik, ja je pori, ja je kërkones. Do me thonë, e ke rritë për jemeti treti, qa ke bu? Kur gjithë ke bu? Ajo është proces, apëdim, tash nuk zero, veç e dyhere ke provu zero. është proces. Që Fjoronit që është mi PDK-n. E Ramizi se ko me tapi. Ramizi se ko me tapi, Auroni është e vetja. Për mi bile, ma shumë se e vetja. Po jo bërë janë organet e partisë që i vendosin e i drejtë. Po dhe, me imli e ka vendosë, ashtu ka thonë në televizion. Ka thonë Auroni është mi i partin, a Ramizi nuk e ko me tapi. Jo, se pas nani që ka thonë kështu. Ja, fjallë për fjallë, po të citaj. Se pas nani. A që ashtu vëndat? Po, kështu që onë menej që në krejt partit politike ka nevoj me u reformu, e si të mos PDK si parti e parë opozitare. Qëre, nëse Albin Kurti me mandatin treti bjen, po të dytin në fakt i bjen, na kena nevoj për një parti shumë të fuqishme opozitare. Sepse, që që dina krejt, është rreziku i mandatit e dytë, është rreziku shumë i madhë. Unë nuk isha pas shef me pa një Albin Kurti, i cili shkatron shumë keq opozitën, edhe vina në një situatë kur jena sikur në Shqipni, që nuk ka një opozit, edhe ki një lideri cili fiton zjedhe të sigurta. Unë nuk isha pas shef me pa Kosovë, kështu që na kena shumë nevoj që partinë opozitare, si të mos PDK-n, se në LDK unë nuk besoj që ka një nevoj për një proces të tillë për shkak që me sa e kam vrejt, Lumiri është pas një farë leadershipi që nuk pja hedhë në pikpytje dikush ose nuk e ka hup në i komunë si diçka.
por Kosova është një përstëvare ka nevojë për një PDK që është shumë e reformuar shumë e fortë. Për ndryshe, na kena me pas Albin Kurtin të e bë këtë pushtetin e tina në mandatin e tretë, bani e mur mandatin e tretë. A di çka do të thonë që krejt i struktura shtetërore, që këtë kapacitetet janë në shërbim të një partije që i bjen vetëvendosja. I bjen që e kishë më rritë shumë. Që kur thona një PDK e fort me leadership që ka gudzim, nashta dhe me hime koalicion me njësën serbe, po që ka një gudzim me marrë një vendim, i vynë ma shumë shëshni se sa vetë PDK-s. Shka të situatës kujena? PDK e fort me këtë do t'ishte? Qysh do t'ishte me kulera? Qysh po i qune? Vedri Hamza, Shashirtotaj, njës që janë të fitu, njës që kanë besim të njës. Nuk e di pse në politik është shumë të qartë. Kush e ka besimin e njerëzve, do të me kanë të drejtu një parti. Nuk ka një farë filozofie. Ka kalu koha e partive, ku në krye ka qëndru një farë intelektuali, që i ka drejtu të gjithat të tjerat. Kjo është problemi dhe vetëvendosjes, se është qikë model. Albini në kokë harton të gjitha idet, pastaj të gjithë të tjeret e kuptojnë atë ide. Po, vetëvendosja është në një favor tjetër. është në një favor tjetër vetëvendosja. Sepse aty është Albin Kurti që ka simpati, ka influencë tek njerëz, ka karizëm, është lider që i preferuar, i popularizuar, dhe fatkesisht kjo është ndodhur në gjithë Ballkanin. Nuk ka ndonjë opozit që po e sfidon pozitën apo qeverinë, sikurse në Kosovë, sikurse në Shqipëri, imagjinojt veri u Serbi gjithandej është pak a shumë i njëjti model dhe i njëjta frymë. Na nuk i kena pas dhe shtasht, e nuk është dash me pas ta. Se dallimi vetëm i Kosovës dhe shtasht nuk kanë që... S'po kemi figura tjera që... që në zgjedhjet e ardhshme, forcat politike do dolin të balancuara, sepse lëvizja nuk po kemi figurë tjetër, sikurse Albin Kurti, nuk po kemi një figurë tjetër që sfidon Albin Kurtin. Kush është Ramiz Ladrovci? Jo, Ramiz Ladrovci, jo, mëse... Po ka në personalitet dhe për shembull e përmendi Agim Aliu fidon Verizojnë pa ballotash, do të shmi këshirë njështë që po arrin me